Selam aleikum, ju lutem si ta bëjmë lutjen e Yunusit alayhi salam, a vonon në kohë lehtësia nga vështirësia që jemi. Aleikum salam rahmatullah. Lutja e Yunusit alayhi salam në barkun e balenës ka qenë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E gjanë në internet veç e shkruan këtë formë edhe e lutja e Yunusit e gjanë. Prandaj pa fokusohen veç të pjesa tjetër. A vënën, këtë nuk muj me edit unë, as kush nuk edin botë. Veç që të rajnë njerëzit me thonë, mas një javë, mas 10 dite, vetëm Allahu e di, kur i përgjigjet robit. Ta kesh parasysh se edhe pejgambert Allahu Gjellëshanuhu kanë pas sfida, edhe u janë vënu përgjigjet e lutjeve të tyne, ka ndodhë. Por kjo nuk është asesi shaj që Zoti nuk da ty. Por, Allahu Gjellëshanuhu i ka urtësit, e ka dijen, fshetësit e veta, karshis se cëllit rab. Ty, kush të zohët, ose është obligim për ty që me e kry borgjën që e ke ndaj Zotit. Me ba dua, me u ba e sinqert në lutjen tane, edhe me prit me mendim të mirë. Edhe nëse të vonohet, dije se është khair për ty. Edhe nëse vonohet përgjigja. Absolut mos gabo, as mos lejo që shejtani me ta lëkund bindjen e mirë që e ke për Allahun. Kjo është më rëndësi. Në këtë pikë, e nëse të vonohet përgjigja ose lehtësimi i vështirësive, në këtë pikë mos lejo që me të mund shejtani të jesh e bindur. Pra se çka do që ka caktuar Allahu për ty, edhe sado që vonohet përgjigja ose vonohet lehtësimi, është hajër për ty. Këtë mendim kur mos e ndra, në këtë pikë mos lejo me të mund shejtani. Kështu, motër, Allah të letoft, Allah të ndihmoft, Allah të bekoft me të mirat e ti, ty edhe çdo kush që e sheh këtë video.